Publikimi i mbi 3 milion faqeve nga dosja e Jeffrey Epstein të administruara nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka zbuluar një sër komunikimesh, emailësh dhe dokumentesh që përmendin emra të njohur nga politika dhe jeta publike ndërkombëtare. Mes tyre shfaqen edhe referenca të qarta që lidhen me Kosovën dhe Shqipërinë. Në disa prej emailëve të publikuara përmendet edhe emri i ish-presidentes së Kosovës, Ati Fetëja Jaga, e cila mbante këtë detyrë në vitin 2012. Në një email të dërguar nga një person me identitet të panjohur thuhet: "Princesha nga Tajlanda do të jetë në New York në Kombet e Bashkuara me presidenten e Kosovës. Ajo do të donte t'ju takonte nëse keni kohë këtë javë." Në dosje shfaqet edhe rasti një vajze shqiptare me inicialet ET, e cila në mars 2017 rezulton të ketë aplikuar për një pozicion pune si asistente personale përmes një ndërmjetësi. Ajo kishte dërguar CV-n dhe ishte informuar se duhet të dërgonte 3 fotografi personale dhe një video prezantuese. Në CV deklaronte se jetonte në Tiranë, por në një email drejtuar Epstein thuaj se ajo jetonte në Paris. Rasti evidentohet si pjesë e praktikave të rekrutimit që sot janë objekt hetimi dhe shqyrtimi publik. Një tjetër dokument i rëndësishëm është emaili i datës 25 maj 2012, ku author Bjorn Jagland, atëherë sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës, i shkruante Epsteinit: "Isha në Tiranë, në Shqipëri, ka femra shumë të bukura aty." Emaili është dërguar një ditë pas vizitës zyrtare të Jagland në Shqipëri. Sipas arkivave zyrtare, ai ishte realisht në Tiranë më 24 maj 2012, ku ka zhvilluar takime me krerët e shtetit. Dosja Epstein përmban emra, komunikime dhe kontakte, por jo çdo përmendje për bën akuzë. Nuk ka prova që e lidhin Ati Fetëja Jagën apo ndonjë zyrtar shqiptar me veprimtari kriminale. Rasti i vajzës shqiptare ngre pikpyetje mbi praktikat e rekrutimit, por pa implikim të drejtë penal. Jeffrey Epstein ishte financier amerikan, i dënuar për abuzim seksual dhe trafikim të miturve, i njohur për lidhjet e tij me figura të fuqishme, politike, akademike dhe financiare. Ai vdiq në burg në vitin 2019, në rrethana që mbeten ende të diskutueshme.